Normalisht barazimi asnjëherë nuk është i pranueshëm për shkëlqim, por kështu si rrodhen ngjarjet me mënyrën se si pranojmë golin, mënyrën se si janë kushtet për të luajtur këtu, domethënë jo të barabarta definitivisht, edhe mënyra se si nuk shfrytëzojmë momentet në pjesën e ditë, e kemi patjetër të pranojmë rezultatin për shkak se rezultati është në suazet lojës. Mirë, tani pavarësisht se si do dalin rezultatet në takimet e nesërme, në pauzën dyjavore shkaku i ndeshjeve të ekipeve përfaqësuese shkojmë si lider. Beson se do ta shfrytëzojmë këtë për të qenë akoma më të përgatitur për sprintin final në garën për titullin e kampionit? Patjetër, ishte një ndeshje derbi ku tani në pranverë kundër Vardarit asnjë skuadër nuk ka fituar, domethënë bisedohet për një skuadër totalisht e riorganizuar në pranverë dhe normalisht neve do mundohemi të shfrytëzojmë në maksimum dijavorçin e pauzës që gjithë futbollistët të kemi të gatshëm për sprintin final.